Derbi është më tepër nga një ndeshje futbolli. 90 minuta që ndajnë kryeqytetin në dysh. Dhoma zhveshjeve të ekipit Bardh dhe Blu, elementet e temave të kushtit. Përjetimi nga brenda stadiumit dhe ekipeve. Derbi i kryeqytetit shkojnë vetë çfarë do të merresh në stadiumin e Albania është çdo Jemi Partizani, djalim e Tiranës. Po, ashtu është. Që në televizor është tjetër gjë dhe në stadium është tjetër gjë. Jam tifozi më i madh i Tiranës dhe du që Tirana sot fiton. Çfarë ndodhi në derbin e kryeqytetit? Derbi është më tepër nga një ndeshje futbolli. Është një takim me historinë, me dy klube me traditë dhe që ndajnë kryeqytetin në dy ngjyra. Ky është një derbi shumë vendimtar. I katërti dhe i fundit për këtë sezon, të dy ekipet kanë objektiva të ndryshme, por rivaliteti mbetet i njëjti. Jemi 3 orë përpara fillimit të takimit ku grupimet kanë filluar të vinë në stadium. Dhe në rrugë nuk mund të shmanget rivaliteti një derbi. Por çfarë po ndodh brenda stadiumit? Ja ku kam ardhur fillimisht tek dhoma ku ndërrohen lojtarët, janë tek ekipi pritës, se këtë herë është Tirana që luan në shtëpi, kështu është rregulli këtë herë, dhe kjo është dhoma zhveshjeve të ekipit Bardh dhe Blu. Kështu duket tani jemi diku te 2 orë përpara derbit, por për pak kjo dhomë do të jetë plot me lojtarë cilët do të vinë. Tu është tavolina ku ekipi bën mbledhje dhe mund të vimi para apo pasi mbaron pjesa e parë, tabela e cila i shërben trajnerit për anën teknike, për anën taktike. Një detaj interesant që vura re tani tek fanella Bardh dhe Blu, numrat kanë në përbërjen e tyre hartën e kryeqytetit, pra mund ta shikoni që këtu janë rrugët, harta e kryeqytetit brenda hartës së numrave. Ja ku janë edhe fanellat e ekipit të kuq. Unë kalova një ditë këtu, por tani kaloj një ditë përpara një derbi. Kjo është fanella Partizani që ka më shumë elementet e kuq, elementet e temave të kuq. Tani kalojmë aty ku luhet derbi. Të dy ekipet dalin në nxemje dhe atmosfera fillon të nxehet gjithmonë e më tepër me daljen e ekipeve në fushë. Ndërkohë, po e afrohemi fillimit të takimit dhe momentit të spektaklit për koreografinë e dy tifozërive. Të filloj takimi Tirana Partizani, derbi i kryeqytetit, shkojnë vetë çfarë atmosferë është në stadiumin e Albania është çdo Por
çfarë përjetimi ka nga të pranishmit të tribuna, si e shohin ata derbin dhe çfarë të veçantë ka kjo ndeshje. Derbi ka treguar që ka histori të bukura, por ka treguar që edhe brenda familje mund të bësh me dy ekipe të ndryshme. Jeni babë bira apo jo? Po. Ti je me Partizani, djali me Tiranë. Po, ashtu është. Si ka mundësi që nuk do që hapet e tua? Po, thjesht do që instinktet e veta, nuk e di. E ndoshta mund ta shpjegoj vetë. Kam zgjedhë që të jem me Tiranën sepse nuk është më ka thënë njëri që të bëjmë tifos futbolli, por e kam zgjedhë vetë. Edhe zemra ime dëshë zgjedhë Tiranën. Çdo neshje jam këtu me çunat për të mbështet ekipin. Jemi pak keq, S'është viti më mirë. s'është momenti jonë, por besoj që do rikthehemi prapë fuqishëm. Jam tifozi më i madh i Tiranës dhe du që Tirana sot fitoj. Ua, ti e kapo. Po, Ke përjetuar këtë ndeshje shpesh edhe nga pankina, ka qenë trajneri i Partizanit. Çfarë përjetimi ka derbi kur je vet aty nga afër? Derbi krahasohet me surinë e gjithë kampionatit, është shumë i rëndësishëm gjithë botën. Shumë tifozat duan fitore në derbi se sa rezultat kampionat. Pra zgjedhin kjo- derbin para kampionatit. Pa, kjo është shtonda, se këtë bosh me ndjenjë edhe gjithë tifozave të cilët këtë ndeshje me si e presin. Emocionet përjetohen ndryshe kur ti je shef nga këtu dhe ndryshe kur ti je luan atje. Kishim pas mundësi, kishim pas të lloj stadiumi, ndërkohë që luanim ne, stadiumi nuk do ishte kështu kaq pa. Do ishin mbushur ato pjesët sipër komplet. Do ishte plot Do ishte thotë. komplet gjë tjetër. Dhe në atë kohë që ishin me pak kushte dhe prap mbushin mbi kapacitet. Ishte shumë, kishte shumë interes, sepse ka futboll valla, ishim përplasje gjëra, po ta shohësh tash, të dyja krahat janë i çik me prekë këto tokë. Çfarë do thotë derbi për vetë kryeqytetin, për jetën e kryeqytetit dhe për futbollin shqiptar? Po, mendoj se është një gjë shumë e bukur, domethënë që ta përjetosh derbin dhe emocionet që fal futbolli janë të rralla sporte që mund t'i përcjellin. Edhe të përcjell emocionet me përmbushme. Edhe thjesht tregon se kush më i mirë kryeqytetit, prandaj mendoj se është gjë më e bukur për të ndjekur si tifoz. Derbi është vitrina e futbollit shqiptar. Pa derbi është luksi i kampionatit. Pa derbin është shumë vështirë që të bëhet i kampionati bukur. Çfarë ndjesie ka përpara derbit? Ka një përgatitje ndryshe, ka një motivim më të madh nga lojtarët apo e ndjen vetë atë përgatitje? Kjo ndeshje, pavarësisht se situatave që janë tash klubi, në atë kohë ne nuk lunim për njerëzit, ne lunim për familjet tona. Domethënë, po vitet turp të rrifesha nga Partizani, unë nuk disha do t'i jap nga shtëpia. Nuk ma jep asnjë lloj gjoje tjetër në jetë këtë lloj emocioni. Kur lu Tirana, lene më kur është derbi. Ja, ec! Boema, ja, shqiptar boema. Kur luhet derbi me Partizani, çfarë emocioni ke ti? kam shumë emocion. Dhe dua që Tirana vetëm fitoj. Kur humbën ajo, unë prap e dua, por edhe mërzitem. Dhe mërzitesh pak. Po. Shok me Partizani, ke? Kam një çun të klasa. Aha. Po, e kam shok, por vetëm nuk kam qef që ai të bëhet me Partizan. Du me që me patjem me Tiranë. Ti po mundohesh të ndryshosh mendjen aty të bëhet ai me Tiranën. Okej, do arrish qëllimin? Normal më? Sa është gjë më mirë të thuash dikujt që nuk e ndjek futbollin apo derbin që të vi ta shohë herën tjetër? E them këtë gjë që në televizor është tjetër gjë dhe në stadium është tjetër gjë. Spektakli është në stadium live. Vetë tifozëria, stadiumit, ambienti, ndeshja vetë ka shumë raste, është në vërtet një ambient i bukur këtu në Albania. Dhe sigurisht që të vinë, çdo që të shoh. Besoj se tifozligu ose sportiviteti lind vetvetiu, nuk është se mund të jepet në një recetë në një gjë për këtë domethënë, po që Futbolli është diçka shumë e bukur për të parë dhe argëtuese gjithashtu. Njerë Tirana Partizani gjithmonë ka pas sherrë në kuptimin e mirë të fjalës, sepse futbolli është ai, Rivaliteti, po ka po. pas dhe shumë gjak. Kuptimi që përplasjet ka qenë shumë të forta, ishin burra. Kur vjet dita neshjes i ketë gjithë bashkë, të macanim mrapa janë ardhur probleme të shkëpusin, por kur vjet fundjava, kur luajnë një neshje për shembull Tirana, Partizani dhe çdo ekip tjetër i mbledh gjithë bashkë. Dhe është emocion shumë i fortë që një person që nuk e ka provu, mund thotë që janë këto budallëj që bërtasin në stadium për një ekip, kushdo që të jetë. Por kur vinë dhe e shikojnë, aty ndrojnë komplet mendim. Si përjetohet derbi familjen tuaj? A keni kështu rivalitet brenda familje apo e kaloni në sportivitet Po gjithmonë? kjo me sportivitet, po domethënë ngacmojmë njëri tjetrin gjatë gjithë kohës. Tjetrin po gjithmonë me sportivitet. 2-1 për Tiranën, çai që thën babit e golit dytë. I
I kam bërtit në vesh gol, ça t'i them. Pjesën e parë ndeti urtë, tash pjesën e dytë jo ngjallën këto. Një ndeshje që pati gola, spektakël dhe një përmbysje nga Tirana, e cila fiton 2-1 duke marrë 3 pikë të arta për mbijetesën në këtë kampionat. Këtë herë kryeqyteti u vesh bardhë blu, të paktën deri në takimin tjetër. Ndërkohë për të gjithë ata që duan futbollin shqiptar, kjo ndeshje do të jetë gjithmonë një spektakël i vërtet. Tani mbetet të presim derbi tjetër, për të shijuar edhe një herë emocionet e këtij rivaliteti.